Përshëndetje, miq, sot është në temë në lidhje me parashikimin e ciklit nëntëvjeçar duke u bazuar në numerologji. Këtë unë do të ndaj në 3 pjesë, por në fillim do të bëj llogaritjen që ka si bazë ditën e lindjes, muajin e lindjes dhe vitin 2026 dhe për këtë do të bëj 2 shembuj me qëllim që të njeni se si ju të llogarisni vitin tuaj personal, pra për ciklin nëntëvjeçar, dhe më pas unë do të shpjegoj si pjesën e dytë, pak njohuri dhe pjesën e tretë, mbasi ju të keni llogaritur se kush është numri juaj i vitit personal, atëre edhe do të gjoni edhe se çfarë parashikimi ju do të kaloni në lidhje me numrin tuaj personal. Dhe në fillim le të shpjegoj këtë me qëllim që mbasi të ulem dhe të vazhdoj pjesët e tjera. Le të themi që të gjithë ju e dini datën tuaj të lindjes, ju e dini muajin e lindjes, por në këtë rast shënim me vitin 2026. Pra nuk ka të bëj me vitin e lindjes tuaj. Le të fillojmë. Këtu le të vëmë datën dhe le të themi që ju keni lindur në datë 8, okay? Le të marrim muaj dhe përsëri është shembull dhe përsëri unë po marr numrin 8. Dhe viti në këtë rast ne jemi në vitin 2026. Okay? Tani numerologjia i mbledh që të gjithë numrat derisa të dali një shifër, pra vetëm mbledhje derisa të dali një shifër. Dhe në këtë rast, pra do të mbledhim datën 8 plus muaj 8 plus vitin, pra do të jetë ose po e marr shembull kështu 8 plus 8 plus vitin 2 plus 0 plus 2 plus 6. Dhe në këtë rast, pra shembulli i parë, numri 1, shembulli i parë jep 8, 8, 16, 18, 20 dhe 6 bëjnë 26. Në rregull, tani çfarë ndodh? Numerologjia njeh nga numri 0 deri në numri 9. Pra kështu i njeh. Me qënë se doli 26, do të çojmë deri në një shifër, dhe në këtë rast, numri 26, po e marr numrin 26, është 2 plus 6, dhe bëjmë 8, që do të thotë, kush ka lindur me datën dhe me muajin, por jo me vitin e lindjes, por me vitin që jemi në këtë vit, atëre ndodheni që jeni në ciklin tuaj personal me numrin 8 dhe ju do të dëgjoni numrin 8. Tani po e mbyll këtë dhe po marr shembullin e dytë. Le të marrim data është ditëlindja, data 28. Në rregull? Po marrim muajin që keni lindur në nëndor dhe është numri 11. Nëndori është 11. Dhe ndërkohë është dhe viti 2026, pra është dhe viti 2000. Tani, shembulli dytë, pra shembulli dytë. Do të fillojmë të mbledhim një nga një. 2 plus 8, tani numri 11 do të ndahet këtu në këtë parashikim të ciklit nëntëvjeçar, për arsye sepse ndahet, pra lejohet ndahet, dhe në këtë rast do ta bëjmë plus, pra muajin 1 plus 1, në rregull? Pra 2 plus 8 është data, 1 plus 1 është muaj, pra muaj 11, dhe sigurisht edhe plus vitin 2 plus 0 plus 2 plus 6, pra në total na jep 8 plus 2 10, plus 1 11, plus 1 12, plus 2 14, 0 po nuk mbetet 14, 16, edhe 6 jep numrin 22. Pra, që do të thotë, numri 22, edhe ky numër do të ndahet. Dhe pse do të ndahet?
sepse përsëri është viti personal I ciklit me këtë vit. Dhe në këtë rast, edhe pse përfaqëson, pra është numri mjeshtrave, ashtu si kurse numri 11, numri mjeshtrave, ndërkohë e dini që është dhe numri 33, pra që janë kryesorët, numri 11, numri 22, numri 33, njën ku ne llogarisim datën, muajin dhe vitin e lindjes, kur ju dalin këto, pra në fund të rezultatit, apo e keni në muaj, apo e keni dhe në datë, se mund t'je data 22, është muaji nëndor 11, por mund të dali dhe si doli tani 22, prandaj e bëra këtë shembull, në vitin e lindjes nuk ndahen, sepse quhen numrat e dritës, numrat mjeshtror, numrat mençurisë, dhe këto nuk ndahet. Por këtu në këtë do të ndahet dhe në këtë rast 2 plus 2 bëjnë 4. Dhe kush ka lindur në datë 28 me muaj 11 dhe me vitin 2026, ndodheni në vitin personal me numër 4. Kjo është pak a shumë në lidhje me atë çfarë ju do të llogarisni në lidhje me ditëlindjen, pra me datën, me muajin dhe me vitin 2026. Nëse keni nevojë për ndihmë, shkruani në poshtë kanalit tim dhe do të merrni përgjigje për atë që ju shkruani. Ndërkohë le të fillojmë. Pjesa e dytë ka të bëjë me njohjen dhe si. Mësoni që ne që të gjithë si qenie njerëzore jemi të krijuar nga krijesa me mision dhe me drejtim të jetës. Misioni I shpirtit është 7 vjeçar dhe mos ju vi çudi që ju që keni kaluar procesin e zimit të shpirtit që zjat, pra edhe sigurisht që edhe një fëmijë baby që vjen del në këtë jetë do të rritet dhe baby arrin deri në moshën 7 vjeç është puber. Pastaj fillon faza puber, pastaj fillon faza 7-14 që fillojnë dhe në shkollë, që njehen me botën, është adoleshenca e parë, 14-21 e dyta dhe 21-28 adoleshenca e tretë dhe pastaj fillon jeta e rritshmërisë, jeta e bukurisë, të ndjekjes jo vetëm të misionit të shpirtit që është 7 vjeçar, por edhe të drejtimit të jetës, sepse shkojnë paralel dhe drejtimi I jetës ka të bëjë me qëllimin. Pra që të gjithë ne jemi me një mision dhe me qëllim dhe shënim, që të gjithë ne kemi këtë në zemër. Pra prandaj është kjo llogaritja nga ana numerologjisë. Pra ajo që ju e bëni me ditëlindjen, pra me kjo llogaritje, por me ditëlindjen ka të bëjë me misionin e shpirtit ton, pra ne jemi ëngjëj dhe ne kemi një mision për ta jetuar jetën dhe në paralel bashkarisht është edhe cikli I çdo viti, sepse në çdo vit ne rritemi, çdo vit ne zhvillohemi, universi është energji, çdo gjë është e krijuar nga energjia dhe ne jemi pjesë e universit, jemi energji. Por unë kam bërë çdo kohë, edhe para 2 vjetësh unë kam bërë parashikimin, pra për çdo vit. Kush është ajo, kush është ndryshimi? Mësoni që çdo vit ka temë të re, ashtu sikurse dhe jemi në shekullin 21 që jemi në shekullin e evolucionit digital, ndërsa shekulli I kaluar, për të cilën jeni dhe ju, pjesa dërmuese që ndiqni këto video, pra të shekullit 20, viteve 50, 60, 70 deri në 2000, ka qenë evolucioni industrial, pra bëj, ndërsa tani ju e shikoni që njerëzit janë duke punuar, vepruar vërtet, por më shumë, sidomos në social media, edhe për veten e tyre, pavarësisht se një pjesë mund të punojnë për egon, pra për të vazhduar, për të ushqyer akoma botën kapitaliste, por gjithsesi është ndarë në grupe dhe ju jeni këtu se rezoroni, jeni lidhur me shpirtin dhe po merrni informacionin e mençurisë vërtetësisë së jetës, që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës. Dhe në këtë rast, kush është ndryshimi? Është që ne rritemi me energjinë, ne rritemi me ndjeshmërinë. Kujtojni si ishit
ku jeni. Në çdo kohë ne jemi gjithmonë në rritje, pra ne nuk jemi më fëmijë, i kalojmë të gjithë adoleshencën, rritshmërinë dhe ndoshta janë 4 gjeneraca i dini mos hy më tepër. Mësoni që pra duke qenë se jemi në vitin 2026 dhe përfaqëson numrin 1, sepse 2 plus 0 plus 2 plus 6 je 10, dhe 10 1 plus 0 bën 1, të kuptoni që kjo është ndryshimi, për shembull 10 ishte në numrin 9, sepse ishte viti 2025, dhe kur i mbledh të gjithë jepte numri 9. Dhe numri 9 kishte temë tjetër, dhe ishte temja përmbushjes tonë dhe fillimeve për përgatitje për fillime të reja. Dhe ne jemi në vazhdimin e asaj energjie të 2025-ës, por tani është për të lidhur akoma më shumë me veten, për të reflektuar me veten tonë, pra është vazhdim, por nuk është më si e kaluam, pra me shumë lëkundje, por është më me pak lëkundje. Pra ndjehemi më të qetë, më të për të vazhduar, për të lidhur me veten tonë, pra ndjehemi më të qetësuar. Tjetër sepse është rritur energjia, është rritur intuita, dhe kjo është që megjithatë përsëri që të gjithë jemi unik dhe që të gjithë varet se si kemi vepruar në lidhje, a na ka drejtuar shpirti apo na ka drejtuar pra impulset e egos. Mësoni që të gjithë ne kemi një plan, dhe këtë plan të mrekullueshëm e kemi në zemrën tonë. Është qipi, është ajo që kemi të krijuar nga krijesa, nga burimi i energjisë, pra e quani univers, e quani Zot, pra që të gjithë e kemi dhe troç në zemrën tonë, nëse besoni, se shumica kujtojnë, Zoti është atje, sigurisht është qielli jon, është me të vërtetë mençuria jon, por të jeni të sigurt që kur jeni në fuqinë tuaj, kur ju ndiqni shpirtin ku ju drejton, kur ju arrini të jepni dashuri edhe atje ku ka urrëtie, kur ju krijoni, jeni ul me të vërtetë lise ku ka distancë me ju, ashtu sikurse edhe krijoni lidhje me ndarjen tuaj apo dhe me të tjerat, të jeni të sigurt që ju arrini dhe jeni pra lidheni me fuqinë hyjnore që e keni në zemër, dhe është dashuria pa kushte, është dëmshuria, është falenderimi, mirënjohja për gjithçka që ekziston. Pra e kemi që të gjithë dhe e kemi në zemër. Nëse besoni, filloni dëgjoni zemrën tuaj dhe vazhdoni. Mësoni që plot fuqia na ka krijuar si që njerëzore, jo vetëm ta shohim trupin fizik, pra nga pamja jashtme, por ne jemi në këtë trup fizik dy mekanizma, mendja që quhet energjia mashkullore dhe është energji elektrike që ne bëjmë, pra veprojmë gjatë ditës dhe që përfaqëson në këtë rast edhe diellin. Ndërkohë është edhe energjia femërore për të cilën e kemi në brendësitë të trupit tonë, janë të gjitha organet tona që janë të lidhura me shtyllën tonë kurrizore dhe që në gjuhën e shpirtit janë 7 chakrat, për të cilën kjo energji është magnetike, kjo energji është dashuria hyjnore, kjo energji, sepse është zemra astrale, është drita jonë, është ajo që ka mençurinë tonë, misionin dhe drejtimin e jetës, dhe ndërkohë është edhe krijuese. Pra që të gjithë jemi të ftuar dhe shënim dhe këshill. Ju nuk nga tani edhe në vazhdim, mos i rezistoni kësaj energjie, sepse në qoftë se ju do t'i rezistoni, ju jo vetëm që çfarë do lloj që të bëni, do t'i krijoni pengesa, pra do të krijoni pengesa në lidhje me energjinë, do të krijoni, mos u bë çudi, dështime, edhe në qoftë se keni bërë diçka e punoni fort, dështime, ashtu sikurse dhe mos harmoni në çdo lloj marrëdhënie. Kto kanë qenë që ne kemi qenë të njashëm, të fiksuar vetëm me mendjen dhe nuk kemi ndjer, edhe pse kemi kaluar sfida në jetën tonë, apo dhe vazhdoni të kaloni, që të gjithë jeni unik, por gjithsesi. Ndërkohë është që ne do ta pranojmë këtë energji dorë më dorë, për arsye se është afati
i ndryshimit kohor, është ora kozmike dhe universi drejton energji, ne jetojmë në këtë tokë dhe duam apo nuk duam, ne do të ecim dorë më dorë me ndryshimet sipas afatit kohor. Ndërkohë kanë lidhje të gjithë numrat nga 0 deri në 9 kanë lidhje. Numri 0 është infinitiv. Është që ne me që jemi lidhur me shpirtin, kur ne lidhemi me numrin 0 do të thotë që ne jemi lidhur me misionin dhe drejtimin e jetës, me shpirtin ton, me fuqinë ynore, ne besojmë, është infinitiv, është e pafundshme sepse dhe shpirti jeton. Gjithsesi ne erdhëm me shpirtin dhe me shpirtin do të lëm, pra erdhëm vetëm dhe vetëm do të ikim, por janë dhe numrat nga 1 deri në 9 që kanë lidhje me planetet, sepse jemi të lidhur me qiellin dhe me tokën. Tjetër është që duke qenë se është numri 1 përfaqëson diellin, simbolizon për ne zemrën tonë, edhe dielli është zemra sepse rreth diellit rrotullohen të gjithë planetet dhe toka mëm, ashtu si pra ashtu udhëheqës, ashtu si kurse aurën ton, ndërkohë konfidencën ton, egon ton, shërimin ton, se kjo zemër na shëron, kjo zemër na mban 24 orë, kjo zemër krijon ato rregullimin duke thitur ajër dhe duke pompuar gjak na ndihmon në imunitetin e sistemit ton, në hormonet tona, në çdo gjë, pra punon 24 orë, se mos punoj zemra, nuk do të jetoni. Tjetër është fuqi krijuese, pra është fuqi krijuese dhe që të gjithë ne kemi talente, kemi dhunti dhe këto ti përdorim me një vizion largpamës në rrugën e drejtimit të qëllimit të jetës. Prandaj jeni këtu duke dëgjuar ku është rruga drejtimi i qëllimit të jetës tuaj, i misionit të shpirtit tuaj, sepse shkojnë dorë më dorë. Por kjo është pak a shumë që të kuptoni. Tani në përgjithësi numri 1, unë kam dhënë një video para disa 2-3 video të kësaj, por të kuptoni që ka të bëjë me atë që përfaqëson diellin, dielli është udhëheqës, sepse udhëheqë gjithë dhe në këtë rast dhe ne jetojmë gjatë ditës, ne veprojmë dhe që të gjithë ne jemi udhëheqës pra në jetën tonë. Ndërkohë është që duke qenë se tregova që përfaqëson pra zemrën tonë, aurën tonë, egon tonë, të jeni të kujdesshëm, bëhet fjalë edhe atës që këto, pra si zemrë, si aurën, si egon, pra ego, mendimet, po kështu në lidhje edhe me aftësitë tona shëruese, këto ne sigurisht sipas asaj që ne kemi ecur gjatë rrugëtimit, udhëtimit tonë të zimit dhe të udhëtimit, është që ju do të kuptoni që keni arritur diçka dhe në këtë kohë bëhet fjalë për energjinë dhe që të gjithë ne jemi të ftuar, që të lidhemi me veten tonë, sepse që të gjithë kemi këtë mrekulli, këtë shpirt, pra shpirti jona do më shumë dhe që të gjithë jemi të ftuar për të reflektuar me qëllim që të arrim dëshirat tona. A është marrëdhënia, a është lidhja me veten tënde, a është puna, a është shëndeti, a janë të gjitha, kudo karriera, biznesi, që të gjithë jemi unik, por të jeni të sigurt që ne duhet të lidhemi me veten tonë me qëllim që të krijojmë harmoni midis mendjes, midis shpirtit tonë dhe për një trup fizik të shëndetshëm, sepse për sa kohë ne do të punojmë vetëm me egon dhe kjo është ka sjell pasoja në jetën tonë, veprojmë vetëm me qëllimin. Pra dim qëllimin, por nuk dim kush është shkaku, përse gjërat nuk na shkojnë si duhet, dhe pse punojnë fort, dhe pse lodhemi, dhe përsëri jemi të shqetësuar, të stresuar apo me sëmundje nga më të ndryshmet. Tani po e mbyll, kjo është pak a shumë numri 1, të kuptoni që ne të fillojmë kush është me numri 1 me llogaritjen që unë bëra. Që të gjithë përfaqëson diellin. Dhe në këtë rast, duke qenë se dielli është udhëheqës, pa diell nuk ka jetë, nuk ka zhvillim, të jeni të sigurt që edhe ne jemi pra udhëheqës. Pra që të gjithë jemi udhëheqës dhe tregon fillime të reja, shanse të reja, për krijime, për çfarë
çfarë ju ndjeni, pra që jeni unik, dhe në këtë rast dhe për të marrë iniciativë. Ndoshta një pjesë nga ju e ndjeni që keni arritur, pra keni vendosmëri, keni qëndrueshmëri, keni pra besoni, dhe tani jo vetëm që filloni të veproni për dëshirat tuaja, pra jo vetëm që doni të realizoni dëshirat tuaja, por dhe jeni tani në veprim, pra e ndjeni që jeni të gatshëm për të vepruar. Tjetër është, sigurisht është viti që preferojmë të jemi dhe të punojmë vetëm. Ashtu sikur se kujdes me shëndetin, është që ju e ndjeni tani që se jeni në numrin 1, keni bërë një punë të mrekullueshme dhe e ndjeni tani që shpirti kërkon të ai shëndetshëm, shpirti kërkon të lëvizi, yoga, kërkon të lidhet me natyrën. Pra e ndjeni sepse jeni lidhur me shpirtin tuaj dhe sigurisht që kërkoni dhe të përshëndesni diellin. Pra e ndjeni këtë sepse jeni udhëheqës edhe përfaqëson diellin vet, numri 1. Ndërkohë është që kujdes, ka sfida me egon, sepse ne jemi një lloj si gjithë të tjerët, e vetmja është që ne kemi bërë një punë të mrekullueshme, po përsëri kujdes me egon tuaj, që të mos veproni me impulset e egos, kujdes në lidhje me gjykimin, në lidhje me kritikën, në lidhje me xhelozin, në lidhje me zilin, pra jini të vëmendshëm, pra do të sfidojeni për këtë, nëse janë akoma këto emocione. Ndërkohë është që po ashtu ndoshta jeni mençuruar, por jeni të vëmendshëm, kujdes me atë sepse e ka këtë dielli është në shenjën e luanit dhe luani është udhëheqës dhe është grup dhe përfaqëson egon, por kujdes në lidhje me krenarin, në lidhje me atë që do të dukesh ndaj të tjerëve. Në qoftë se qëndron kjo është energji e ulët, sigurisht që do të keni pengesa, prandaj edhe do të ketë sfida në lidhje me egon, në qoftë se qëndrojnë këto energji të ulta, janë energji të ulta. Për një pjesë nga ju që jeni liruar nga ego, pra që nuk nga çdo gjë që nuk i shërben, ju keni arritur në talentin tuaj, në aftësitë tuaj, në dhuntin tuaj, dhe tani ju jeni në gjendje të filloni të shfaqni imazhin tuaj në këtë botë. Mësoni që edhe ju që jeni shtëpiak, pra që keni, edhe ju e keni këtë, jeni udhëheqës dhe jo vetëm për rreth, me veten tuaj për rreth, por edhe për të tjerët, pra e keni këtë shans. Ndërkohë të kuptoni që është viti për të gjithë ne që ne do të lidhemi me veten dhe ne do të qëndrojmë me vetveten. E gjitha është që do të japim rëndësi vetes tonë. Jemi që të gjithë të ftuar dhe ajo që mund të ndjejë çdo individ është unik, por të jeni të sigurt që është viti që me të vërtet kërkon që ne të japim rëndësi vetes tonë. Për ju që punoni, pra që punoni, është ndoshta e ndjeni që për atë qofse puna ju pëlqen, ju mund të jeni udhëheqës në atë punë, ashtu sikurse edhe nëse punoni në shtëpi, ju përsëri jeni udhëheqës. Sido që të jeni, sepse jeni në numër 1 dhe e keni këtë energji për fillime të reja, për iniciativa të reja dhe për të përdorur aftësitë tuaja. Ndihmoni, sidomos kur ju ndihmoni gjeneracën tuaj, është një mrekulli dhe sigurisht me vërtetësi dhe me ndeshmëri, dhe ndërkohë të kuptoni që nëse keni sigurisht me lidhje me shëndetin, në lidhje me shëndetin ju jeni më mirë se qishit, pra ndjeni që imumi dhe shëndeti është i mirë, por kujdes për ju që keni pas probleme me zemrën ose në lidhje me streset, se mund të keni këto gjëra, ju jeni të ftuar të qëndroni me veten tuaj në paqe. Heshtja me veten tuaj është të dëgjoni trupin tuaj dhe ndërkohë edhe të lidheni me natyrën, sepse krijon një ekuilibër, një harmoni midis ndjeshmërisë, pra emocioneve dhe anës stresore, pra nga ana mendore dhe nga ana e trupit ton fizik, është numri 1 sharues. Kjo është për numrin 1. Le të vazhdojmë me numrin 2. Numri 2, viti personali, numri 2 përfaqëson
që përfaqëson në fakt nënën, por të jeni të sigurt që duke qenë se është edhe dielli, pra numri 1, sepse jemi në vitin që simbolizon diellin, atëherë çfarë ndodh në bashkëpunim me diellin, këto janë në bashkëpunim. Që do të thotë, ju keni bërë një punë të mrekullueshme, ju vazhdoni, jeni lidhur me shpirtin dhe tani jeni duke komunikuar pra komplet me të dy energjit, me mendjen, pra edhe me shpirtin tuaj. Dhe tani kërkohet që të reflektoni, pra për të kaluarën tuaj, sepse ju e dini kush ishit, ju e dini kush ishit dhe tani të reflektoni. Tjetër, të qëndroni në momentin prezencë, çdo gjë trupi jon e sjell tani se ka të bëjë me emocionet. Pra atë që me qëllim se duke qenë në momentin prezencë, ju jeni të vëmendshëm se çfarë ju sjell në moment, emocion që është në trupin tonë, në zorët e barkut, por edhe në lidhje me mendjen tonë, me egon tonë. Pra jeni duke qëndruar në prezencë, kjo krijon që ne të jemi të vetëdijshëm dhe të dim të veprojmë sepse keni bërë jeni në bashkëpunim me veten tuaj. Ndërkohë kujdes në lidhje me se jetojmë akoma në këtë botë, janë dy realitete, në njërin anë flengxhum, rrin akoma me energji të ulta, për të cilët kjo është që edhe ne në jetën e parë vuanin, por tani çfarë ndodh, ju jeni kujdes me impulset e egos, me debate që mund të ndodhin, jo mund të vinë varet, pra me debatet jeni të vëmendshëm, mos reagoni, mos gjykoni, mos kritikoni, pra jeni fleksibël kudo që të jeni, dhe sigurisht kur ju drejton shpirti, ju e keni këtë, pra fleksibël, të duruar dhe mos reagoni, bëni më të mirën për të cilën që të mbani energjin tuaj. Tjetër, duke qenë se kemi arritur një ndjeshmëri, shënim, kujdes me humorin tuaj, sepse keni ndjeshmëri edhe kujdes, pra mos reagoni dhe këtu në lidhje sepse edhe pse jeni bërë të ndjeshëm, jeni të vëmendshëm me humorin tuaj përreth, pra mos reagoni, qëndroni në momentin prezencë. Me frym edhe gjithçka kalon. Tjetër është sigurisht është viti partneriteti, viti i marrëdhënieve tona dhe që të gjithë ne, jo vetëm me veten tonë që do jemi të dashur, por dhe me të tjerët. Edhe në qoftë se ju kanë bërë ju që të ndjeni jo mirë, dërgoni dashuri ku ka urrëtie dhe krijoni lidhje ku ka ndarje. Dhe sinqerisht, edhe kur ka distancë, është me të vërtetë jeni ju që do të filloni, edhe nëse ka distancë, të filloni të jepni dashuri. Pse? Sepse ju e kuptoni tani që ne kemi qenë që të gjithë të lënduar, pra është në marrëdhënie dhe sa më shumë ne të shkojmë mirë me marrëdhënie, sa më shumë dashuri të japim, edhe ku ka urrëtie, pra jep dashuri, sepse shërohesh, jep dashuri sepse lirohesh dhe nga të tjerët, edhe pse pra dërgo dashuri edhe atje ku ka urrëtie dhe të jeni të sigurt që kjo është ajo që ju lidheni me dashurinë e vërtet dhe mbi të gjitha është ajo që e kemi dashurinë sepse është zemra jonë, është dashuria hyjnore, është ajo që mendoni fëmijët tuaj ose një përmbesa, sa të mrekullueshëm janë. Pra edhe sidomos në këtë kohë, këto fëmijë që janë tani, janë të universit, janë të lindur me energjinë e re. Pra kjo është, shikoni fëmijët tuaj dhe bëni si fëmijët tuaj. Në momentin që ju luani si fëmijë, ju jeni lidhur me shpirtin tuaj. Troç, në momentin që ju luani si fëmijë, po kur them si fëmijë, ju jeni lidhur me shpirtin tuaj. Tani, një pjesë nga ju sigurisht keni bërë një punë të mrekullueshëm dhe tani jeni në gjendje që projektet tuaj apo dëshirat tuaj janë pra të që ju keni mision dhe qëllim manifestohen. Pra është me të vërtet që keni këtë, do ju plotësojnë dëshirat. Ndërkohë për ju që keni qenë zëm beqar,
Dhe tani jeni lidhur me shpirtin tuaj binjak, ju mund të fejojni, ju mund të martojni se universi e ndjen që ju jeni në veten tuaj, në dashurinë veten tuaj dhe ja u sjell, ju nuk e kërkoni, por ju del përpara, ju vjen. Ndërkohë të kuptoni që është për fejesa, për martesa, sepse është partneriteti, është marrëdhënia, pra që të gjithë jeni unik. Ndërkohë jeni të dashur me prindrit tuaj, jepini shpirti kërkon rritje, zhvillim, ushqim, dije, për atë që ju keni vlerë, pra kujdesuni për shpirtin tuaj, dhe ndërkohë jini të vëmendshëm në lidhje me shëndetin, sidomos me zorrët tuaja, me organet e tretjes, pak këto muajt, por ndërkohë pini ujë, mos hani ushqime pikante, fruta, perime, ndërkohë jepini lidhje me natyrën, sigurisht nëse drejton shpirti ju e të bëni këtë, se ju drejton shpirti, me qëllim që të keni një mirëqenie nga ana shpirtërore dhe emocionale dhe fizike. Tani, kjo është për numrin 2. Numri, kush e ka vitin personal me numrin 3, udhëhiqet nga planeti i Jupiterit dhe në bashkëpunim me diellin, pra në ndikimin e diellit. Kuptohet që Jupiteri është për njohje, është për zgjerimin e energjisë, është për fatin ton. Dhe në këtë rast ndoshta e ndjeni që keni rritje shpirtërore. E ndjeni ashtu sikurse është që ju me vullnetin tuaj të lirë, ju jeni duke vepruar, ju jeni duke rritur aftësitë tuaja, pra me vullnetin tuaj të lirë, ju jeni duke manifestuar, pra në lidhje me tërheqjen e bollokut tuaj. Pse? Sepse ju keni marrë vendimin e mrekullueshëm, vendimin e duhur, ashtu si shpirti juaj ju solli këtu me misionin dhe me drejtimin e vet. Pra ju keni marrë vendimin e duhur dhe prandaj është që jeni në numrin 3. Çfarë ndodh është që ju keni një aurë të pastër, ju keni një vullnet të mrekullueshëm, pra e ndjeni që keni një frymëzim, keni ide. Kjo mençuri që ju keni, ndoshta një pjesë mund të keni filluar, që të gjithë e dini jeni unik, mund të keni filluar me karrierën tuaj, ose jeni tani që kërkoni të filloni me atë mençuri që ju keni. Ndoshta e ndjeni që kërkoni të jeni edhe ndjeni që jeni udhëheqës për të ndihmuar nga ana e mësimeve shpirtërore, për të ndihmuar njerëzit që kanë nevojë për ndihmë, ashtu sikurse edhe në lidhje me ndoshta edhe në arsime të tjera, pra me një fjalë bëhet fjalë për të ndihmuar qenien tonë njerëzore me mësimet e mençurisë së vërtetësisë së jetës, se ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, pra në këtë rast udhëheqës shpirtëror. Tjetër është një pjesë nga ju ndoshta e kuptoni tani që jeni të lidhur, ndoshta doni të martoheni ose jeni të lidhur dhe krijoni, keni zgjedhur, pra kërkoni të shtoni, pra në lidhje me lindjen e fëmijës. Pra që të gjithë jeni unik, ndërkohë është viti për vetëdijen, për rritjen e vetëdijes, sepse shpirti kërkon rritje, zhvillim dhe Jupiteri e bën këtë sepse është për zgjerimin, është për fatin tuaj, për atë që ju keni ardhur në këtë tokë me një mision dhe me një drejtim, dhe në këtë rast ndoshta kërkoni të rrisni aftësitë tuaja shpirtërore me kurse, ju e dini për atë që ju keni vlerë, apo me njerëz që rezoroni, pra lidheni apo në lidhje me udhëtimet për të njohur kulturat apo religionet e të tjera, që të gjithë jeni unik, që të gjithë e dini se çfarë ndihni. Mos harroj të them dhe tjetrën, që të gjithë ju që e ndjeni që keni një besim, pra një besim edhe e ndjeni në zemrën tuaj që është dëshira e zemrës, është thirrja për të cilën ju doni të rrisni aftësitë tuaja shpirtërore, ju të kërkoni ndihmë dhe të vazhdoni, se ju e meni këtë ndihmë, se askush nuk ju prek lirin, qofse ju doni të vazhdoni, pra e keni arritur që e dini kush ishit, e dini kush jeni dhe tani kërkoni pra të rrisni, pra e ndjeni në brendësi që ju djeg në shpirt, sidomos për të ndihmuar edhe në evoluimin e qenies tonë njerëzore, ju kërkoni ndihmë dhe jo vetëm që kërkoni ndihmë, por ndoshta dhe ose keni arritur ose do të arrini të lidheni me fuqitë jashtëtoksore dhe hapni krahët nëse ju e ndjeni këtë, kërkoni ndihmë dhe t'jeni të sigurt që ju
do të arrini si gjithë qënjet tonë njerëzore, por askujt nuk I preket liria, ndërsa ju jeni këtu në këtë pra në këtë cikël të numri 3. Ndërkohë është që ndoshta një pjesë nga ju keni filluar pra jeni të hapur në punën tuaj profesionale. Kudo ku punoni, por që e ndjeni dhe e bëni me dëshirë. Le të flasim në lidhje me rrjetin tuaj, atëherë çfarë ndodh? Ky rrjet nga ana juaj profesional, pra atë që ju jepni, pra si udhëheqës, ju çfarë do të arrini, do të kuptoni që jeni në qendër të vëmendjes, do të kuptoni që jeni pra të respektuar dhe kjo bën që të zjerohet rrjeti juaj profesional. Mësoni kujdes me shëndetin, sidomos me tiroidet, me astman apo me diabetin, jeni të kujdesshëm dhe vazhdoni se shpirti kërkon rritje, zhvillim, shpirti është derisa të vdesim, është mençuri, atë që bëni sot hap pas hapi, ju vazhdoni nesër dhe kështu rritet pra mençuria e mësimeve të shpirtit, se kjo është misioni I shpirtit, të ndihmohemi, sepse bebi ndihmohet dhe ne jemi ndihmuar, të mësojmë pavarësisht se ka qenë afati ulët, por tani I kemi hyrë në një afat kohor që mençuria I frekuencave të larta, ndoshta ju, unë dhe të gjithë, kush kontribon që I shërben direkt fuqisë ynore Zotit Madh, universit bollshëm, me vërtetësinë dhe me ndeshmëri dhe me dashuri pa kushte, pra si altruist, të jeni të sigurt që ju shpirti vazhdon edhe kërkon, është ushqimi I shpirtit, pra që të gjithë e dini dhe jeni unik. Tjetër, unë sigurisht është numri 4 dhe në këtë rast ka të bëjë me eklipsin e diellit, me lidhje me nyjen veriore. Që të gjithë ne e dim, nyja veriore ka të bëjë me rritjen tonë, me ngjitjen tonë, me fatin tonë. Pra nga fëmijë deri ne do të shkojmë diku. Dhe në këtë rast, kush është në numrin 4, ka të bëjë me eklipsin diellor dhe me nyjen veriore. Mësoni që unë e quaj lidhjen me qiellin, dhe qielli është që përfaqëson planetin e Uranit. Planeti Uranit është që sundon në ujor. Dhe çfarë ndodh? Në 17 shkurt është hëna e re në ujor dhe është eklipsi I diellit, ndryshe quhet dhe unaza e zjarrt. Ndërkohë në 17 shkurtit është dhe nga ana e kulturës kineze, është edhe viti I fillimit të ri dhe përfaqëson atë shenjën e kalit. Pra kali është sipas astrologjisë të kulturës kineze është në numrin 7 dhe numri 7 është numri shpirtit. Pra jeni të vëmendshëm, është liria, është pavarësia, është pasion, është vullnet, është zjarr, dhe ne jemi edhe në kohën e pra të diellit, pra është udhëheqës, sepse është numri 1, është dielli, është zemra jonë. Kujdes se mos e dishni zemrën. është një mrekulli të dëgjojmë zemrën tonë, se është astrale, është që ka misionin, është që na jep përgjigjen për çfarë do lloj që ne bëjmë pyetje. Dhe çfarë do të thotë. Duke qenë se është eklipset ju I dini, janë 4 në vit dhe ato sjellin, janë 2 të errësirës hënës, pra eklipsi I hënës dhe qofte plot, qofte pjesëm, dhe e diellit qofte plot dhe pjesmet. Në këtë rast, në 17 është në ujor dhe ka të bëjë me atë që do të na përgatisi ne për fillimet e reja në lidhje me nyjen veriore që do të fillojë në korrik, por në shenjën e luanit, dhe nyja veriore në shenjën e ujorit dhe nyja jugore në shenjën e luanit. Ndërkohë që ujori përfaqëson lirin dhe e ka nga ana e kolektivit, sepse është qielli, është planeti Uranit, është Zoti, pra është kjo energji që ne jemi, sepse jemi në shekull 21 në
energjinë e shpejtë të ujorit, dhe në këtë rast është na pregatit ne, pra këto eklipse na pregatitin që të jemi gati me nyjen e re. Dhe kjo është nyja jor. Por deri atere ne do të vazhdojmë që të rrisim, pra ndoshta i ndjeni që kërkoni rritje shpirtërore, pra kërkoni të zhvilloni derisa të vi nyja veriore në korrik. Dhe ndërkohë në korrik është nyja veriore në ujor, dhe nyja jugore në Luan, për të cilën Luani përfaqëson udhëheqje në grupe, dhe ndërkohë edhe egon ton. Gjithsesi, në këtë moment që të gjithë ju që jeni numri 4, e ndjeni që keni, pra kërkoni të rrisni aftësitë tuaj shpirtërore, e ndjeni që kërkoni të ndiqni intuitën tuaj, pra ku ju drejton zemra, zorrët tuaj e tjera, pra ku ju drejton shpirti, ashtu sikurse e ndjeni që ajo kontrolli i egos, pra kontrolli i jetës është që do të ishni dorë, pra e ndjeni është që ju ndihmojeni, kush është në numri 4. Më thoni që ndoshta shënim, ndoshta ndjeni kufizime, ndoshta ndjeni pengesa, ndoshta ndjeni konflikte, por t'jeni të sigurt, në qoftë se vin këto, ndjet energjia juaj që keni akoma impulset e egos, keni akoma hijet e egos, dhe për këtë jeni të vëmendshëm, dhe varet në qoftë se ju varet si veproni me to, varet si vazhdoni në lidhje me qëndrimin, në lidhje me veprimet që bëni, por kjo mund të vazhdoj derisa të vi, thash, hëna e re që është në 12 gusht, dhe në 8 është dhe porta e Luanit, por në 12 gusht është edhe hëna e re që është eklipsi plot i diellit, që do të thotë që nëse ju do të vazhdoni tani, pra kur fillon, nëse i ndjeni këto pra pengesa që keni një lloj paqartësie që doni të bëni, po ka paqartësi, gjithsesi ju ndihmojeni me qëllim që në gusht jeni të fillimet të reja si një udhëheqës, me komunikimin tuaj të qartë, për atë që me të vërtet lidhen me shpirtin tuaj, në lidhje me pra të merrni guxim dhe të jeni udhëheqës, pra tamam si një Luan. Ndërkohë, kujdes kur të merrni veprime, mos nxitoni, dhe nëse ka mundësi, por mos nxitoni gjithmonë me vizion larg pamës dhe jo impulsiv. Pra jini të vëmendshëm, dëgjoni zemrën tuaj. Zemra juaj kërkoni ndihmë, dëgjoni zemrën, ju jep me të vërtet, ju lidh me atë përse shpirti ju solli këtu, sepse ju kërkoni rritje, zhvillim. Ndërkohë, kujdes me social media, kujdes se ka mashtrime, kujdes jini të vëmendshëm, ose në aktivitete që nuk ju përshtaten ju, po kështu në lidhje, nëse punoni në qeveri, në lidhje me punën, jini kujdes me nënshkrimet tuaja, jini të vëmendshëm, ashtu sikurse nëse puna e ndjeni që ju pëlqen të punoni, sidomos në qeveri, dhe ju jeni me vërtetësi, me ndeshmërinë, ju do të merrni dhe përfitime në kuptimin e pra do të jetë një punë, do të arrini, por qëndroni gjithmonë të ndeshëm, sepse në punë të qeverisë ka dhe njerëz që janë me energji tjera. Gjithsesi kur ju e merrni këtë vend ku ju jeni me të vërtet në dy këmbët tuaja, me shpirtin tuaj, ndërkohë është merrni një vizion me qartësi dhe nga zemra juaj që vjen nga brendësia e zemrës, pra me atë duke qenë me një vizion të qartë edhe me një besim për të cilën ju e dini që udhëhiqeni nga më i larti drejt rrugës së madhështisë. Ky është vizioni i qartë i asaj që shpirti juaj kërkon. Dhe kjo do t'ju bëj ju që pas hapi, jo vetëm të filloni të veproni për të realizuar dëshirat tuaja, atë që ju vjen në shpirtin tuaj, por ju do të lidheni edhe me bollokun material, pra të jeni të sigurt për këtë, ne ndihmohemi, vetëm ju ndiqni rrugën e shpirtit për atë që jeni mision dhe drejtimin. Mësoni tjetër që të gjithë nëse keni pengesa, shënim, nëse keni pengesa, jini të durueshëm, pranoni që nuk ndodhin se janë pa shkak, pra ka diçka që duhet, dhe vazhdoni në lidhje me zgjerimin e aftësive të rritjes tuaj shpirtërore.
keni sukses, për ju që keni arritur, keni sukses, që e ndjeni atë aftësin, talentin tuaj, shpirtëror, janë inteligjenca artificiale ka sukses, me kompjuterin keni sukses, në punë e qeveri, po ashtu keni sukses, pra, kur e ndjeni atë që ju me të vërtet keni vlerë, keni talent, keni dhunti, dhe kujdes të sileni mirë me prindrit tuaj, dhe babajt tuaj, me të gjithë, a jetojnë apo jo, të jeni të sigurt që edhe në qoftë se jetojnë, baba im është në zemrën time, nëna ime është në zemrën time, dhe i ndjej akoma më shumë se kur isha në jetën e parë, që është një bekim, është një mrekulli, kjo është dashuria ynore, kjo është sepse ne jemi shpirti jeton, dhe shpirti tyre është tek unë, edhe kështu shkon shpirti im është ke djali mera, shpirti jeton është i përjetshëm, trupi fizik ikën, por gjithsesi të jeni. Unë mua më shkoj video 24 minuta, unë do të mbyll dhe do ju them. Numrin 5, numrin 6, numrin 7, numrin 8 dhe numrin 9 do t'i jap videon që vjen, sigurisht nuk do t'a jap tabelën e llogaritjes, në qoftë se jeni të vëmendshëm, në qoftë se po mund ta përsëris për t'ju kujtuar se mund t'jeni ndonjëri që hyni dhe gjithsesi ju që i keni bërë llogaritje dhe janë nga numri 5 deri në 9 do ta marrin në video tjetër dhe me mua mirupafshin deri në video tjetër. Ju jeni bekim, ju jeni mrekulli dhe vazhdojni këtë rrugëtim se është afatikor i këtij shekullit 21 për të cilën herët avon që të gjithë ne do të lidhemi me shpirtin erdhëm dhe me shpirtin, ne erdhëm vetëm me shpirtin, ne vetëm do ta lëm këtë tokë. Gjithsesi, me mua mirupafshin deri në video tjetër. Dashuri kudo ku ka urrëtie dhe t'jeni të sigurt që ju hapni zemrën. Faleminderit.